Ta pyes pak edhe Gendrin, fakt Gend, edhe ti si Ledi, e keni prekur fushën, keni luajtur, keni pasur kaq shumë derbe mbi shtëpinë. Çfarë mendimi ke për cilësinë e lojës që zhvillohet, cilësinë e këtij derbi? Si e ke parë gjatë gjithë sezonit? Unë të drejtën, gjatë tyre Ledi ndoshta ka më tepër eksperiencë, gjatë tyre 20 viteve, 15 si lojtare, tashmë 3 vite si një ish lojtar, unë nuk e kam parë kur Partizanin në këtë gjendje. Edhe kur kemi luajtur një ndeshje që Partizani vinte nga kategoria, edhe luante akoma në kategorinë e parë, nuk e kishte këtë gjendje, pra Tirana shënon golin e parë asnjë reagim, shënon të dytin asnjë reagim, shënon të tretin asnjë reagim. Vetëm një rast ka qenë në pjesën e parë ku nga një pagujdesie mbrojtësit të Tiranës janë dy lojtarët e Partizanit dhe atë nuk e shfrytëzojnë dot këtë mundësi. Pra, mu duk një Partizan i përgjumur, i dorëzuar dhe e shikoj, domethënë, është vërtet ajo që thotë Ledi, mungesa e cilësisë me largimin e 3 lojtarëve, domethënë ngjante si një baby Partizani. Pra, shumë lojtarë të ri pa eksperiencë, edhe ato lojtarë po them që duhet marrin skuadrë, nuk janë tashmë, domethënë s'ka çfarë të bëj Alban Hoxha nga porta. Në këtë rast, asnjë pikë referimi, 2 ndrime shumë të shpejta brenda pak minuta, pra ka edhe një farë pak kënaqësi apo themi janë ulur shumë prishmëri tek disa lojtarë që ndoshta mendonin se mund të bënin këtë zëvendësimin e këtyre lojtarëve të cilët u larguan në janar. Tani Ledio, Genti thotë që është nga Partizani më të dobët që unë kam parë. Ndërsa nëse futesh për shembull në faqen zyrtare të Partizanit dhe sheh për shembull komentet e tifozëve atje, po marr 90% të tyre janë me qindra komente pas publikimit të rezultatit, të gjithë pjesa më e madhe e tyre thonë bravo ju lumt që e toleruat këtë ndeshje. Dhe kur vjen fundi i kampionatit, po e diskutoja pak me Gentin para se të futeshim në transmetim, që si për çudi gjithmonë ne jemi në këto ura, pra flasim për tolerime, për skuadra që kanë mbaruar punë dhe Final Four ta jep këtë mundësi që ti ke mbaruar punë me pikët e tua me pozicionin tënd. Dhe ja, kam edhe renditjen këtu, po ta shohësh për shembull, në 4 vendet e para ka 4 humbje këtë javë. 3 humbje ndjesë dhe 1 barazim. Dhe në 4 vendet e fundit ka 2 fitore, 1 barazim dhe 1 humbje. Pra, në momentet e fundit, gjithmonë kampionati shqiptar prodhon çuditëra, prodhon rezultate befasuese. Si ta kuptojmë këtë? Po nuk është vetëm kjo javë, janë 2-3 javë që kanë filluar këto ndimesa, mund të them. Por nuk besoj që ndeshja e djeshme ishte një ndimes. Sigurisht unë e thash që Partizani nuk tregoi cilësi, nuk tregoi asnjë nga ai Partizan që ne pretendonim. Sigurisht nga janari e këtej ka një rënje drastike të ekipit, mbas largimit të 4 lojtarëve shumë cilësor të formacionit, dhe zëvendësimi i tyre nuk është bërë. Sigurisht janë afruar lojtarë mediokër, të cilët nuk e përballojnë dot kampionatin shqiptar, nuk e kanë cilësinë për të përballuar atë hendek që kanë lënë ata lojtarë që u larguan, kështu që edhe cilësia e ekipit do të bie. Kjo ka ndodhur vetëm te Partizani? Kurdo? Kjo vetëm te Partizani ka ndodhur? Po besoj, po flasim për Partizanin sepse ekipet e tjera pak a shumë janë në të njëjtin stabilitet ku kanë qenë gjatë gjithë kampionatit. Tirana pothuajse me përjashtim të sulmuesit, nuk besoj se ka marrë ndonjë lojtar tjetër. Kështu që pothuajse Tirana e ka këtë ekip që ka pasur nga gushti e deri tani. Kurse Partizani ka humbje në cilësi, ka humbje të madhe në cilësi. Megjithatë, ne shpesh e kemi komentuar Tiranën që nuk është aty ku duhet, për ecurinë që ka patur gjatë kampionatit, dhe tani e shohim një fitore të rëndësishme 3-0 me Partizanin. Sa do t'i shërbej kjo Tiranës, ekipit, skuadrës, për të ndryshuar pak faqe, si mendon? Jo për të kundërshtuar komentet që përmendi Krisi, por jo të kundërshtoja ti mos kemi rakë. E do të kundërshtoj. Por ashtu siç e thash, që në këto 15 vite nuk kam parë kur Partizanin, po themi në këtë gjendje, ashtu edhe them që në 15 vite asnjëherë nuk ka ndodhur që gjatë 4 ndeshjeve Tirana ta mbizetroj Partizanin siç ka bërë këtë vit. Pra jo thjesht se humbi penalti minutë 90, jo thjesht se psoi gol
në arenën e Dema në minutën e 90, po ashtu edhe në neshën e parë, thjesht që Tirana nuk dinte të godiste portën. Pra ta afrosh 5 metra dhe mos ta godasësh kuadratin, është më tepër e vështirë në nxjerrësh jashtë se sa të godasësh kuadratin. Në këtë aspekt them që nuk është e lehtë të lesh një ndeshje derbi apo të tolerosh një ndeshje derbi, sepse kur ti nuk kundërshton fare, atëherë ka të bëjë edhe me atë ndjesinë që kanë çdo kundërshtar, sepse ti edhe me shokun të lush. Ore, bolli gol thua, po jo 3 gola, se pastaj acarohesh. Pra nuk pam asgjë në atë ndeshje dhe u duk asnjë reagim, dhe u duk një Partizan, po themi i dorëzuar. Dhe kjo nuk është gjë e mirë, sepse po humbet e vendin e 4, se ti s'mundi bësh ndër dikujt ndërkohë që ti rrezikon ezurinë tënde dhe gjithë atë, domethënë, barën po themi financiare të një vit, se nuk është pak. Aq më tepër kur flasim për Shqipëri.